Se na 50 vjetës kena mund të politika e bëni me komandantët. Do 3 porzjellë i fitoni. Edhe zoni halotën na mi fitu do me komandantët. Na çfarë minimum të hapësirës publike që nxojmë, do të më dhoni një farë kontributi që më anis mi rënu domite. Qoftë edhe vetë nëse më koni përfshim, a kupton? Se na kemi thonë 20 vjetë u shkatru Kosova, veç autostradën e përmena, le tjera. Tash, na qytetari, për aq sa mujmë na me ndiku, një të ronë mufshim, është mi me shërënjosit të mite që me majtë përgjesh që ta që s'janë përgjeshëm, që po shijet që s'janë përgjeshëm. Dhe në thënë edhe pozitë edhe opozitë. Me ja hub 10 deputet, herën tjetër ma shumë, nëse s'punon edhe vidhet rotull, ose edhe në mes. Dhe për Bekën se s'kena pas në rast. Për shembull, unë mendoj që e ka ndëshku qytetari, edhe Albin Kurtin me humbjen e 10 deputetëve, apo sa ishte, po e ka ndëshku dhe Aliancën. Se Beka kur po fol sot, po thot, na duhet një qasje pozitive, jo konfrontuese e tjera. Edhe për veti, po edhe për veti. Ama kujtari Aliancës ka pas qasje, do më thunë, tepër të rash, tepër tash, për ka thonë është njëri i Serbisë. Ta shti po thu se do të me ndru qasin më bëmë ma pozitive, po thu po 42% i ka fitu në shta duhet me qeveris, dhe në situatë tensionesh geopolitike, me bëmë na hisë Serbia, bek çfarë absurdi është me na mbrojt neve pi Serbisë një njëri i Serbisë. Që ju e keni cilësu si Serbisë, për shembull, Albin Kurti. Çoramushi ka thonë është njëri i Serbisë, tash po thunë në geopolitikë të tensione. Dikuri ka thonë është bashkëpunëtori mirë 2014 na i kemi atë deklaratë. Po thonë që tash, për çto. Domethënë gjuha, diskursi, majtja përgjesh, duhet për çfarë sa na kemi mundësi me bu. Përgjigjem ju kthy pastaj se s'ja marrëm kohën Bekë, se ka probleme shkurt që të japin fjalën. Ani veç shkurt, patjetër, s'është problem. Veç mos ves borx. E kam fjalën te gjuha ofenduese. Na ka pru një situatë me të vërtet tron. Nuk muj me thonë në tash me muqu, si kur më konë në vetë vendosë, me thonë, ja, mira ka pas. Në fakt, Ramushi o konë, e ka përdor një gjuhë masi që ata kanë fillu. Një Debran, kur je konë edhe ti në vetë vendosje, a e din ti sa sharjet, e sa tiketat, e sa rand, e sa bustat ne kanë maru, edhe për komandantat, edhe për hajnit, edhe të e shane unë. Ti po pajtuash që qaj u konë gabim. Po tani, po ja ka këthyre dikush, ja ka këthyre. Kjo ka qenë reakcion prej gjithë aty në sulmeve të patur bahall, si u e mërë, si val, edhe dul 51% asa dul atër. Po dhe veç ju po pajtoni që u konë gabim, dhe pëse mja këthy, edhe a besën sinqerisht që jeni ndëshku. A besën që jeni ndëshku me qasje. Unë e kom informacione edhe, po jëm rujt në këtë aspekt. Mirë, po ka qenë gabim se që e pjashojmë shërën, tash nuk është mo vish konflikti personal i dy personalitetet. Po që 30 herë na nuk po muj më kriju kuvendin, na u bëm prallë. Kush do që ka ndihmu me thellu atë përqame. Po nuk bën. është betë vërtet duhet me nërru qasin. Pavarësisht që s'ki nevoj edhe mi thonë oligark njerit për me shtim bolb. Veç hajnë koft ligji funksionan. Apo kupton, këti kemi zmadhu sanët. Autostrada që e përmene pare, ajo ma shumë o pa si bust i korrupsionit se sa si një autostrad që ta ka mundësu më shku në Shqipni. Edhe mire ki këto pajtona, do më thonë këta po vjedhen, po busti nuk o kërkon. Na po thoi Martin Berisha ka vjedh me Serbia. është foj uj. Po busti, ku busti, s'pëdi tani dilemat të njerëzit. Bek, është foj uj. Që nuk dini me i fokusu qëto narrativa, me ju të regu qytetarve, ku po vjedhe, qka po bëhet. Do të thotë edhe ju, fatkeqësisht keni me tu i përcjell neve media, çka publikojmë na, masa ne me Omer. Edhe keni bë punë shumë të mirë, edhe na gjithë i kem obligim vendit ton, kush din e kush mundet, për shembull rastin e Lej Mehmetaj, që e ka bën një punë goxha të madhe, i zhveshit, goxha rast, këtë do hajni e do që po e argumenton. Allah i lej, ajo kanë mojt gazetar tonë në juve ku i nikon pushtet? A ju kanë? Jo, absolutisht. Okej. E kemi pas do të thonë për çështë këtë ordinere na u kanë gjujse. Jem do që mendoj që kritika gazetarët e kanë nisur qitash, do të thonë se përpara këta ka pushtetarët e kaluar me. Ja mund vjen mirë tash për Dibrazit të repetitorit që kanë nisur me paralitetin kështu tamam. Me media ka marrë rregullisht. Po, unë këtu po mundoj me analizu çfarë është ndodh.